Një betej tjetër që ka pas Shejk Albani në kuptimin e sunetit, ka qenë pikërisht beteja me luftu fanatizmin mëdhëbor. Dhe prandaj është shumë gabim i madh dikush prej neve tash më u bë albanist. Sa i Shejk Albani këtë jetën e ka harxuar më thon njerëzve s'duhet më bë fanatik. Tash ti e ki hoxha ato e bë dervish i Albanit. S'bën kështu? Kjo në momente të caktuara problem praktik në vendin tonë. Na kemi djem fanatika. Në Abu Hanifën këtu e hypim. Ajo hoxha i dunjas. Edhe Imam Shafiin edhe Imam Malikun gjithë. Po jo më bo fanatika. Jo më bo imitus të verbert. Çka kanë bo do? Ka thonë, s'kan bo kur gjo. A pet në kanë këthy mapa. Ka thonë unë më bo fanatik me Abu Hanifën s'ban. Ama me Albanin ban. Ti kur gjo s'ki bo. Ti a pet në ke këthy ku jemi kon 100 jetë mapa. Ha? Këto janë problemet.